Kandidati i Partisë Socialiste për deputet Damian Gjiknuri zhvilloi takime me banorët e fshatit Rusan në Delvin. Në fjalën e tij, Gjiknuri pohoi se rikthehet dhe kërkon mbështetjen e banorëve për të qenë përfaqësuesi i tyre. Gjiknuri pohoi se fshati Rusan ka potencial në sektorin e bujqësisë dhe turizmit. Partia Socialiste ka bërë shumë dhe për këtë zonë. Investimet e shumta në Sarand kanë reflektuar dhe në zonat përreth, përfshi dhe fshatin Rusan. Zhvillimi i mëtejshëm i Sarandës ndikon pa diskutim edhe në rrethinat. Gjiknuri përmendi rrugën Kardish-Delvin, investim për të cilin kanë kontribut të veçantë, pasi ishte ministër aso kohe, dhe fondet që ishin parashikuar për në ersek. Ai solli përmes investimit në këtë zonë. Një pjesë e punës time ka qenë dhe këtu në fshat, siç ka qenë investimi për linjën e energjisë elektrike, si ish ministër energjie, solla shumë fonde për rrjetin energjetik. Më vjen mirë tashmë që kthehem për të kërkuar votën e drejt për drejt të qytetarëve. Më jep më shumë peshë politike, ballafaqohem edhe me punët që kanë bërë, por njëkohësisht edhe me kërkesat që kanë qytetarët duke marrë angazhime më të detajuara edhe te niveli më i thjeshtë. Këtu në fshatin tuaj që është një fshat i madh, fshat që ka potencial të madh edhe për bujqësi edhe për turizëm. Partia që me qeverisjen e saj mendoj që ka bërë shumë të mira për këtë vend. Ka bërë më shumë investime për qarkun Vlorë, ka krijuar më shumë ekonomi, sidomos për zonën e Sarandës, që reflektohet edhe në zonat përreth. Do ketë më shumë të huaj, kjo do të sjellë më shumë ekonomi edhe për zonën tuaj, sepse një qytet si Saranda do jetojë duke pasur dhe rrethinat, sidomos prodhimi bujqësor dhe aktivitete të tjera ekonomike në dobi të ekonomisë tuaj, por njëkohësisht edhe për Sarandën. Janë bërë investime të mëdha si dhe rruga Kardish-Delvin, që ka qenë një kërkesë e kahershme dhe këtu më ka qelluar mua fati ta bëj këtë rrugë. Ju e dini që në 2017 unë isha ish ministër dhe fondet që janë parashikuar diku tjetër, do unë mora përsipër me vendimarrjen time që nga Korçë Ersek që ishin parashikuar atëherë të sjellja në rrugën Delvin-Kardiq. Gjiknuri në fjalën e tij listoi argumentet se pse duhet votuar sërish Partia Socialiste në këto zgjedhje parlamentare, ndërsa ju drejtoi banorëve të fshatit Rusan thirrjen për të mos ta çuar dëm votën, pasi sipas Gjiknurit, partitë e tjera nuk fitojnë gjë këtu. Referuar kandidaturës së tij, Gjiknuri pohoi se e ka konsoliduar figurën e tij përmes punëve, duke i dhënë provat me punë konkrete. Gjiknuri theksoi se banorëve ju duhet një përfaqësues që e njeh vendimarrjen, që të nxjisë politika, që për zonën janë shumë të rëndësishme. Ai deklaroi se e kërkon mbështetjen dhe votën për t'i përfaqësuar denjësisht interesat e komunitetit, për të vijuar punët e nisura, si dhe për të lobuar për më tepër investime për zonën. Ju jeni të qartë për zgjedhjen politike dhe nuk keni pse e çoni votën dëm se partitë e tjera të vogla në Vlorë nuk nxjerrin mandat. Mos lidhni vota dëm. Këtu do të fitojë Partia Socialiste. Unë si Damian jam një politikan i kalitur, i skalitur tashmë. E kam dhënë modelin tim politik, kam sjellë shumë investime dhe e kam ngritur Partinë Socialiste dhe e kam konsoliduar pra që kosa e drejtoja. Juve ju duhet një gjë e provuar. Juve duhet një politikan që ka dhënë prova që zgjidh probleme, që njeh vendimarrjen, si mund të shtyjë përpara politika që për zonën tuaj janë shumë të rëndësishme. Duke zgjidhur këto, do të zgjidhim edhe pastaj problemet individuale. Unë kërkoj këtë mbështetje personale si deputet i qarkut Vlorë, por njëkohësisht me qëllimin që të marr shumicën këtu për të qenë deputeti juaj i gjithë këtyre bashkive të Sarandës. Unë do të jem një avokat edhe i bashkisë për të lobuar së bashku për infrastrukturë më të mirë.